më shumë se 3 orësh, por cila ishte vendimarrja e gjykatës Tiranës mbi të ndaluarit gjatë protestës së opozitës? Para se të shkojmë te vendimarrja e gjykatës, unë do ndalem pak tek procesi që u zhvillua. Ne shkuam atje dhe kërkuam të njihemi me dosjen, gjëja e parë që kërkuam të njihemi me dosjen, pasi organi akuzës erdhi aty me masa shtrënguese të ndryshme, u kërkua arrest me burg për 2 protestues, arrest shtëpie për 3 të tjerë dhe detyrim paraqitje për 9 të tjerë. I kërkuam organit akuzës të njiheshim me provat, sepse nuk kuptonim se si kishte vepruar organi akuzës dhe pse masat shtrënguese ishin të karakterit të ndryshëm për të njëjtët persona. Pasi u njohëm me dosjen, unë dhe kolegët e mi Adriana dhe Mara shipam dhe konstatuam që aty nuk ishte asnjë provë, nuk kishte edhe provë specifike që identifikonte njërin më shumë se tjetri apo veprimin konkret që kishte bërë një dhe se kishte bërë një tjetër, dhe nuk kuptonim se ishin kërkuar këto masa. Në fakt, përgjigja pastaj na u dha nga organi akuzës dhe për ata që kishte kërkuar detyrim arrest me burg dhe arrest shtëpie, fakti dhe prova më e rëndë ndryshe nga të tjerët ishte se këta identifikoheshin si persona që merrnin gjithmonë pjesë në protestat e opozitës. Pra, krimi që këta kishin bërë më shumë se tjerët ishin që këta ishin persona shumë aktiv që gjithmonë konstatohej që merrnin pjesë në protestat e opozitës. Kjo kundërshtuam me forcë nga ne, pasi kjo është e turpshme, që të mendosh që një person duhet të ketë një masë shtrënguese më të madhe sepse merr pjesë në protestat që organizon opozita, por në çdo lloj proteste kur protesta është një e drejtë e sankcionuar me kushtetut. Kjo pastaj nga gjykata nuk u pranua dhe atëherë gjykata mendoi që mori një vendim të drejtë për sa i përket caktimit të masave detyrim paraqitje, pavarësisht se ne nuk jemi dakord me vendimin. Do të apelojmë sepse në këndvështrimin tonë, duke patë parasysh që nuk ka asnjë provë, nuk ka asnjë veprim konkret që lidh veprimin me njërin prej personave, atëherë ne mendojmë që arresti në flagrancë duhet konstatohet patjetër i palishëm dhe për këtë do t'i drejtohemi gjykatës apelit. Arrestin të lishëm apo të palishëm lidhje me arrestimin e personave? Gjykata tha që konstatohet si lishëm arresti dhe ndryshoi masat e sigurimit. Gjykata pretendon që ka dyshime të arsyeshme të bazuara vetëm në raportet e shërbimit. Por ne dhe kolegët kemi patur procese të tjera në gjykata më të larta, ku këto gjykata kanë dalë me vendimin që vetëm raporti i shërbimit i kryer nga oficerët nuk mund të konsiderohet si provë te çdo dyshimi të arsyeshëm për të marrë të mirëqenë që arresti në flagrancë është i ligjshëm. Ne do ndjekim patjetër rrugën. A një pretendim nga personat e arrestuar deri sot, dje bën denoncime të forta për keq trajtimin, vonimin? Çfarë u konstatua është që aty ka patur protestues për të cilët nuk është marrë as avokat, janë marrë deklarata dhe është bërë arresti në flagrancë pa avokat dhe më vonë kanë thirrur një avokat, nuk e di kryesisht, që pastaj ka firmosur dhe kjo gjë doli gjatë shqyrtimit të fakteve dhe rrethanave. Ndërsa aty janë 4 persona të cilët janë të dhunuar. Ky fakt ka dalë edhe gjatë momentit që janë hartuar aktet në komisariat, pasi ne kemi denoncuar këtë fakt, aty në gjykat pastaj ky fakt u pohua nga vetë protestuesit dhe patjetër që ne si Partia Demokratike dhe departamenti jonë ligjor do të marrim masat për bërjen e kallëzimeve penale kundër forcave të rendit, të cilët kanë keq trajtuar, rrahur, dhunuar protestuesit.